Rruga e Unazës në qytetin e Vlorës është pushtuar nga balta, duke krijuar shqetësim për drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonës. Në pamje të parë, situata mund të duket e çuditshme, pasi prej ditësh moti ka qenë i thatë dhe me diell, pareshje shiu që mund të justifikonin një ndotje të tillë të rrugës. Megjithatë, realiteti në teren tregon një tjetër problem serioz, që lidhet drejt për drejt me aktivitetin intensiv të ndërtimit në qytet. Shkak kryesor për këtë situatë janë automjetet e tonazhit të rënd të firmave të ndërtimit, të cilat lëvizin çdo ditë nga kantierët drejt rrugëve kryesore. Këto mjete, pasi dalin nga kantierët e ndërtimit të pallateve të reja, por edhe nga investimet publike që po zhvillohen në zona të ndryshme të Vlorës, qarkullojnë me goma të mbushura me baltë dhe dhe. Si pasojë, balta shpërndahet përgjatë rrugës së Unazës, duke e kthyer atë në një burim rreziku për qarkullimin rrugor. Sipas rregullave në fuqi, automjetet e rënda janë të detyruara të lajnë gomat përpara se të dalin nga kantieri i ndërtimit dhe të futen në rrugët publike. Ky detyrim ligjor synon jo vetëm ruajtjen e pastërtisë së qytetit, por edhe garantimin e sigurisë rrugore, pasi balta në asfalt mund të shkaktojë rrëshitje të automjeteve, veçanërisht për motorët dhe biçikletat. Në këto kushte, roli i policisë bashkiake bëhet vendimtar. Janë pikërisht strukturat e policisë bashkiake që duhet të dalin në teren, të monitorojnë situatën dhe të marrin masa konkrete ndaj subjekteve që shkelnin rregullat. Aplikimi i gjobave për firmat e ndërtimit që nuk respektojnë detyrimet ligjore është një hap i domosdoshëm për të frenuar këtë fenomen dhe për të vendosur rregull. Banorët dhe drejtuesit e mjeteve kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi kjo situatë nuk cënon vetëm imazhin e qytetit, por rrezikon seriozisht sigurinë e qarkullimit. Vlora ka nevojë për rrugë të pastra, të sigurta dhe për zbatim rigoroz të ligjit ndaj çdo subjekti që e shkel atë.